Kryetar, të nderuar deputet të Kosovës. Pakoqen e Kosovës në Bashkimin Evropian në SBA e tjerë po diskutohet që të formohet gjykata speciale për krimet e luftës kinse të UÇK-s. Unë do ta votoj kundër dhe do t'i dhom disa nga arsyet pse do votoj kundër. Rrezikimi i suverenitetit të Kosovës, pavarësisë së shtetit të shkollur nga ky kuvend. Shkelja e rëndë e lenit 1 dhe 2 të Kushtetutës së Kosovës, rrëzimi i sistemit juridik në vend, pasi që me gjykatën speciale nuk i nënshtrohen ligjeve të vendit, por një ligj të sjellur nga ndërkombëtarët i cili barazon gjenocidin serb me luftën çlirimtare në Kosovë. Sjellë krijon një sistem të ri gjyqësor jashtë normave ndërkombëtare të vendit, normave juridike të vendit. Mos akuzimi i Serbisë për gjenocidin në Kosovë, faktet flasin se Serbia vrau, masakroi, djegi brenda vitit 89 afër 20.000 shqiptarë, shkatroi mbi 120.000 objekte, deboi mbi 1 milion veta jashtë vendit, duke krijuar tokën e djegur me operacionin Potkoi. UÇK-ja beri luftë çlirimtare të njohur ndërkombëtarisht, nëpër të cilën rrugë e formë kanë kaluar gjithë popujt liridashës. UÇK-ja nuk kreu krime kundër popullsisë civile dhe as nuk beri luftë kundër popullatës civile, por asoj policore dhe ushtarake. UÇK-ja nuk pushtoi vende e popujt e tjera. Të gjitha këto fakte flasin se unë do të votoj kundër kësaj gjykate. Unë kam një pyetje për gjithë deputetët bashkëluftëtar, se si do të ndinë veten kur për një rezolutë gjenocidit serb morën mbështetjen dhe votën 100% të listës serbe. Po ashtu po morën votën 100% të listës serbe për këtë gjykatë. Dhe për fund dua ta citoj të mollin komandantin Muj Kazniqi, heroi Kosovës, i cili gjatë luftës ka mbledhur si vitit 98, derisa po diskutohej për format e reorganizimit të UÇK-s dhe për ngritjen e imazhit të UÇK-s, ku thuhej se UÇK-ja mund edhe të shkatërrohej, e Muj Kazniqi tha kështu: UÇK-n mund ta shkatërrojnë vetëm ata që e kanë marrë. Dhe në këtë rast po them se UÇK-n dhe imazhin e UÇK-s po shkatërrojnë vetëm ata njerëz që thanë se e kanë marrë UÇK-n. Lavdi mua, lavdi gjithë dëshmorëve të Kosovës.